Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vëllezër të nderuar, jemi në këtë muaj të bekuar, në muajin e adhurimeve të shumta, gjë e cila e dallon këtë muaj gjithashtu është që ky muaj është muaj i Kur'anit, muaji në të cilin zbriti Kur'ani. Tha Allahu Azza wa Jall: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an." Muaji Ramazan, muaji në të cilin zbriti Kur'ani. Fjala Allahut Azza wa Jall, madhështor, Kur'ani, mrekulli i zbritur nga Allahu Azza wa Jall, në mesin e shumë mrekullive, në mesin e shumë dobive, në mesin e shumë gjërave që i sfiduan njerëzit me argumentet, me faktet që gjenden në Kur'an, mund vetëm të potencojmë dhe të ndalemi të meditojmë në atë që Allahu Azza wa Jall i zbriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kur'anin vite të tëra, në mënyrë graduale, ajet pas ajeti, sure pas sure, por një kohë të gjatë brenda 23 viteve. Mirë po, çudia, mirë po, mrekullia për të gjithë ata që e besojnë dhe ata që nuk e besojnë. E sidomos ai i cili nuk beson që Kur'ani, ky libër, është fjalë e Allahut Azza wa Jall. Kush e solli atë, kush e shkroi atë? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, si ka mundësi të ndodhë një gjë e tillë kur Kur'ani zbriti në mënyrë graduale dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse i tha ato fjalë, nëse i përcolli ato ajete, si pati mundësi që ti mban në mend ato? Allahu Azza wa Jall i zbriti ajetet e para duke thënë: "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم." Këto ajete pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zbritën në fillim të shpalljes. Mirë, po pas një viti të njëjtat ajete: "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq." Pas 10 viteve: "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq." Pas 23 viteve përsëri: "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq." Si pati mundësi, si është në gjendje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ti mban mend këto fjalë nëse ato janë të tij dhe nëse nuk janë shpallje prej Allahut Azza wa Jall. Zbritën ajete tjera: "Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andhir." Pas 10 viteve të njëjtat ajete: "Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andhir." Pas 23 viteve mbetën të njëjtat fjalë: "Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andhir." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e harroi asnjë fjalë, nuk e harroi asnjë shkronjë, nuk e harroi asnjë pikë në shkronjat e Kur'anit. Si ka mundësi një gjë e tillë? Ktheje në jetën normale, shikoje në jetën tonë. Unë kam mbajt sonte ligjerat dhe kam mbajt mbram ligjerat. A jam në gjendje unë të përsëris fjalët e mia që i kam thënë sot? Dhe a jam unë në gjendje të përsëris fjalët e mia që i kam thënë mbram? Unë një ligjerat timen që e kam mbajt, sado që të jetë e gjatë apo e shkurt, a jam në gjendje të njëjtën ligjerat të mbaj fjalë për fjalë, shkronjë për shkronje? Mos të flasim nëse ajo ligjerat është mbajtur para 10 viteve, 15 viteve, jo vetëm unë, gjithë hoxhallarët, gjithë dietarët, jo vetëm ata, gjithë njerëzit, sado që të kenë mbajtur një fjalim, sado që të kenë shkruar një libër, qoftë edhe i shkurt, a janë në gjendje atë që e kanë thënë ta përsërisin në mënyrën e njëjtë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përcolli fjalët e Allahut, jo një ajet, jo 2 ajete, jo një sure, jo 2 sure, jo një faqe, jo 2 faqe, 600 faqe. Të gjitha këto janë nga fjalët e Allahut Azza wa Jall. A i mban mend dikush fjalët e tij? Ti a i mban në mend fjalët e tua? Dje fjalët që i ke thënë, a je në gjendje sot mi përsërit? Sot fjalët e tua që i ke thënë, a i mban në mend fjalët e tua? A je në gjendje ato me i përsërit? Nuk është në gjendje askush ti përsërit fjalët e tij që i ka thënë sot. Mos të flasim fjalët e tij që i ka thënë para 10 viteve, fjalët që i ka thënë para 20 viteve, fjalët që i ka thënë para 23 viteve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
të njëjtat fjalë i përcolli ato para 23 viteve, 22, 21, sado që të kishin kaluar vite, të njëjtat fjalë i përcolli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ishin të tijat, ishin të zbritura nga Allahu azza wa jall. Sfida vazhdoi, sfida mbeti, sfida do të qëndron deri në ditën e Kiametit. Tha Allahu azza wa jall: "Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli." Nëse ju dyshoni në këtë që ja zbritëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, silleni një sure sikur ai. Kjo do të mbetet e gjallë deri në ditën e fundit, nga se kjo është fjala e Allahut azza wa jall, e cila i mjafton besimtarit, e cila i mjafton edhe jo besimtarit, në çdo gjuhë mund ta lexon edhe ai i cili nuk është musliman. Nëse do ta lexon atë me sinqeritet, me zemër të pastër, fundi i atij leximi do të jetë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ky është Kurani, mrekulli e zbritur nga Allahu azza wa jall. Ne lutim Allahun, Allahu të na bën prej atyre që e lexojmë Kur'anin, e jetojmë Kur'anin, e duam Kur'anin, e praktikojmë atë, e Allahu nëpërmjet tij të na ngrit shkallët e tij në xhennet. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.